Qeveria ka nisur një projekt të ri për zhvillimin e pronave publike duke përfshirë investitor privat në procesin e ndërtimit dhe menaxhimit të tyre. Kjo skem synon të sjellë zhvillim urban të qëndrueshëm duke mos rënduar financat publike, por duke dhënë sektorit privat mundësinë të investojë në trua shtetëror dhe të përfitojë hapësira ndërtimore në këmbim. Në këtë model, shteti përfiton objekte të reja dhe institucione publike, ndërsa privatët marrin në përdërim një pjesë të pasurive për projektet e tyre. Një nga institucionet që po udhëheq këtë proces është Kooperativa Shqiptare e Investimeve, e cila po menaxhon disa nga projektet më të mëdha që përfshin transformimin e ndërtesave shtetërore ekzistuese për ngritjen e kullave, rezidencave dhe qendrave të biznesit. Kadastra është një ndër institucionet e para që do të përfitojë një godinë të re, e cila do të ndërtohet me fondet e investitorëve privat. Në këmbim, ata do të marrin të drejtën për të ndërtuar kulla dhe hapësira të tjera të biznesit në të njëjtën zonë. Një ndër projektet më të spikatura janë kulla Lift dhe Void, të cilat po ndërtohen mbi truallin e institucioneve publike në Tiranë, si dhe stadiumi Selman Stermasi, që do të pësojë një transformim të madh përmes investimeve të sektorit privat. Kjo strategji është parë si një mënyrë për të modernizuar infrastrukturën institucionale pa shpenzime të drejtpërdrejta nga buxheti i shtetit, por dhe si një mundësi për zhvilluesit privat për të investuar në prona me vlerë të lartë. Megjithatë, ky model ka sjellë debate mbi ndikimin që do të ketë në pronën publike dhe aksesin e qytetarëve në hapësirat publike.